Ka mbetur edhe 3 ditë nga hapja panajirit të punës që do të mbahet në komunën e Gjakovës. Një aktivitet i tillë organizohet nga projekti Gizit promovimi i punësimit të të rinjve në Kosovë, i cili është bërë i mundur edhe fal mbështetjes nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, si dhe komunës së Gjakovës. Sipas drejtorit të administratës publike Armend Bokshi, gjatë tërë kësaj kohe që është bërë kampanja, janë munduar të vetëdijsojnë të rinj që të shfrytëzojnë mundësinë që të jenë pjesë e këtij panajiri në mënyrë që të fitojnë një vend pune. Në post organizimi që jemi marrë deri më tani, bizneset e cilat kanë marrë pjesë, një nga kriteret që kanë plotësuar është sa ata kanë nevojë ose për punë ose për praktikë, dhe gjithashtu marrëveshja që është nënshkruar në mes Gizit, Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Komunës së Gjakovës, është që në ndërkohë nëpërmjet apo në kuadër të qendrës parafsi profesional është nënshkruar dhe një marrëveshje ku diku rreth 35 student apo të rinj të Komunës së Gjakovës kanë mundësi të kryejnë praktikë 6 mujore me në vlerë për 120 eurove. Ndërkaq të rinjtë e komunës tona treguan se janë të informuar në lidhje me mbajtjen e këtij panajiri. Edhe ata bën apel tek të gjithë që të marrin pjesë në këtë aktivitet, sepse kjo mundëson një të nesërme më të mirë. Do të marr pjesë sepse është mundësi e mirë për neve të rive. Kisha ftuar të gjithë të rinjtë që të jenë pjesë e panajirit. Rëndësia e këtij panajiri jo vetëm për mua, por për të gjithë tjerët është sepse është rast i mirë domethënë me shërku domethënë për mua të taksu punë, dihet se në Kosovë domethënë ka shkapëndësia shumë e madhe dhe është një rast i mirë domethënë për gjithë ata që kanë nevojë për punë, domethënë për një të ardhmen më të mirë ta vizitojnë panajirin e punës. Përveç punë kërkuese në panajirin e punës do të jenë prezente edhe kompani dhe biznese të ndryshme nga vende të ndryshme të Kosovës, të cilat do të shpallin vende të lira për punë apo praktik. Gjatë ditës së shtunë ato do të mbajnë edhe intervista me kandidat potencial për punë apo edhe mundësi praktike.